Sot kemi të ftuar një violiniste të talentuar, plot energji, një artiste që çdo tingull e bën të ndihet i gjallë dhe i papërsëritshëm. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj në emisionin ton violinisten Klea Canie. Klea, na trego pak si filloi rrugtimi yt me violinën. Në fakt kam përshtypjen shumë kush e din, në Tiranë është një shkollë muzike e cila quhet Servete Maçi dhe aty ka nisur rrugtimi im i dijes dhe rrugtimi im i muzikës gjithashtu. Kam shumë kujtime të bukura, mbaj mend që përveç çantës së shkollës kisha edhe violinën gjithmonë në dorë. Për studentët të cilët nxënësit po sakt sepse atëherë ishim akoma në moshë shumë të vogël, studentët të cilët kishin pjesën e instrumentit muzikor, ata kishin në kurrikulën e tyre edhe solfezhin bashkë me orët muzikore. Gjë të cilën të them të drejtën e kam shijuar shumë, më ka formuar shumë në karakterin tim, më ka dhënë një disiplinë shumë të nevojshme dhe më ka krijuar këtë personalitetin e çiltër, por gjithashtu edhe me disiplinë që unë edhe sot e kësaj dite e kam. Klea, na trego pak më shumë, kush është Klea për te violinës? Është interesante në fakt sepse njeriu e njeh veten më mirë se kushdo, por kur vjen puna të përkufizosh, ndonjëherë edhe mendon se nga t'ja nisësh. Por unë kam qenë gjithmonë person që kam kërkuar shumë nga vetja, e kam parë dhe e kam kuptuar mundësinë dhe kapacitetin që unë kam për të pasur arritje në fusha të ndryshme. Gjithmonë më ka tërhequr bota akademike. Kam qenë një studente ekselente dhe të them të drejtën kjo për mua ishte normë, sepse prindrit e mi janë arsimtar dhe ekselenca nga unë ishte diçka që pritej normalisht. Bota e leximit më ka pëlqyer shumë, mënyra se si ti njihesh me personazhe, me ngjarje të viteve që ti as nuk i ke përjetuar, për mendimin tim është një mënyrë e marrjes së dijes në një mënyrë shumë unike dhe mistike, do thoja unë. Më ka tërhequr gjithmonë bota e biznesit dhe studimet e mia të mesme i kam kryer për financë dhe kontabilitet, sepse e shikoja dhe e dija që ekonomia, mënyra se si biznesi funksionon është katalizator shumë i rëndësishëm për ekonominë. Kam punuar në një nga kompanitë Big Four, Deloitte, e cila në fakt edhe më dha një shtys tjetër për të provuar veten time në një treg më të gjerë siç është edhe Kanadaja. Pra të gjitha këto gjëra që kanë ndodhur në jetën time më kanë bërë të shikoj se sa unë mund të shkoj më tej. Njerëzit zakonisht më përkufizojnë si një vajzë shumë ambicioze dhe faktikisht do të thoja që kanë të drejtë, sepse gjithmonë shikoj për tej asaj që unë posedoj dhe gjithmonë bota në fakt lëviz shumë shpejt dhe çdo gjë ka atë hapin e vet të cilin ti mundohesh ta ndjekësh, edhe një ëndër tjetër, edhe një arritje tjetër. Të them të drejtën edhe unë mendoj se ky person jam gjithmonë duke shikuar për next step, my next achievement. Klea, tani do të flasim për një temë shumë interesante, se si të rinjt shqiptar jashtë adheut, jashtë Shqipërisë e mbajnë gjallë traditën dhe kulturën e tyre. Na trego pak më shumë nga eksperienca jote, ti si një studente në Kanada, si e përjeton dhe si e mbajnë gjallë traditën dhe kulturën? Është vërtet, kam përshtypjen se mënyra se si ne jetojmë, rrënjët nga cilat kemi ardhur, dashje pa dashje në mënyrë natyrale shfaqin në jetën tonë të përditshme. Unë e mendoj të them të drejtën si një gjë natyrale që ty të ndjek. Mënyra se si ne kemi kulturën tonë, si e ruajmë traditën, si e ruajmë gjuhën, dashje pa dashur do të shfaqet në përditshmërinë tonë. Unë e shoh për shembull në pasionet e mia, kur kam dëshirë të shkruaj diçka, më vijnë të gjitha mendimet nga familja ime, nga vendi në të cilin jam rritur, dhe kam përshtypjen edhe për shembull tani në pjesën e violinës, kur më kërkohet të luaj diçka në violinë, më vjen menjëherë në mendje një pjesë muzikore shqiptare. Do me thënë ti dashje pa dashje, dhe ai malli për Shqipërinë, malli për vendin tënd, të shtyn ty që ti ta përfshish atë në pjesën tënde të përditshme, me pasionet e tua, në mënyrën se si flet, në mënyrën se si mendon, në ëndrat që ti ke gjithashtu, sepse mendon gjithë aftësi që un kam, në një farë mënyrë të arrij edhe të përfaqësoj vendin tim. Kështu unë mendoj është mënyra se si natyralisht ne përcjellim dhe ruajmë traditën tonë shqiptare. Çfarë do i thojë ti një të riu që ndikohet në presionin e shoqërisë? Do të thoja që ashtu siç e mendoj dhe unë, në fakt ta marrim në nota pozitive, sepse mund të kontrollojmë atë që ndodh rreth e rrotull nesh, por mund t'i përdorim në mënyrën tonë më të mirë, në mënyrën më të dobishme. Këtë lloj përqasje kam edhe në punë. Madje më pëlqen kur ka probleme në punë, sepse më jep një mundësi për të zgjidhur diçka dhe faktikisht për të realizuar një objektiv të mirë. Kështu që problematika, pavarësisht se ka këtë tonin negativ, është një mundësi shumë e mirë, do thoja unë, që ti të tregosh më të mirën e vetes, madje edhe të zbulosh shumë të mirat të vetes. Kështu që kulli vërtet është të keni gjithmonë klasë dhe vetbesim, sepse trendet mund të kalojnë, por personaliteti do të mbetet gjithmonë. Kështu që çdo ditë tregoni versionin më i mirë i vetes tuaj dhe zgjoni me pozitivitet dhe energji. Kështu që Klea, unë dhe publiku e dëshirojmë një performancë të bukur me violinë për të na dhënë më shumë energji.
Bravo Klea, shumë faleminderit për këtë performancë kaq të bukur live. Faleminderit. Klea, përdor ti shumë rrjete sociale? Si ndikon, a është çdo gjë perfekte si duket në rrjete sociale nëpër Instagram? Të them të drejtën jo. Unë kam vetëm një profil timi në Instagram, i cili është privat, dhe të them të drejtën jam shumë selektive me personat që ndërveproj. Nuk më ka tërhequr asnjëherë TikToku, të them të drejtën. Facebookun e kam të hapur që në kohën kur doli Facebooku dhe e mbaj të hapur vetëm për arsye sepse kam disa persona që vetëm atë rrjet social përdorin edhe për të mos humbur kontakte, të them të drejtën. A mendon se rrjetet sociale sot kanë prishur lidhje duke shkaktuar xhelozi, dyshime apo tundime? Kam përshtypjen se po, sepse rrjetet sociale në fillim kanë nisur si një formë komunikimi dhe me kalimin e kohës janë kthyer në një lloj prezantimi të vetvetes. Mendoj se e ka humbur atë idenë kryesore të komunikimit për cilën nisi në fillim dhe jemi akoma në këto faza ku përveç komunikimit tani tregohet edhe si një mënyrë ndoshta edhe ndryshme për kufizimit ose për shkruarjes së vetes, me aq sa platformë të jep. Për çfarë i përdor ti më shumë rrjetet sociale? Të them të drejtën, duke qenë se është edhe private, e kam shumë të qartë se kush janë personat që do më ndjekin. Në shumicën e njerëzve ndajmë pasione të ndryshme. Më pëlqen të ndaj për shembull një nga librat që kam gjetur më interesant dhe e ke parasysh që disa herë i bëjmë highlight disa gjëra që ne i kemi qef. Kam qef të ndaj sepse mbeten aty. Kam qef të ndaj ushtrimet e mia me violinë. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme ime është gjithashtu edhe aktivitetet fizike. Kam bërë diçka në fakt, e pjesa e ke parasysh si funksionon Instagrami, e pjesa e close friends, kam vendosur vetëm vajzat, është një mënyrë motivuese ushtrimet që unë bëj për aktivitetin fizik të ndaj me vajzat. E kam marrë feedback shumë pozitive, të them të drejtën, dhe kjo është ajo që më pëlqen, sepse rrjetet sociale për këtë janë, për të komunikuar. Dhe unë të njëjtën gjë bëj. Në momentin që shoh diçka që më pëlqen, ja komunikoj dhe i them personave që kjo është shumë e bukur, që ta dinë që të funksionar të gjithëri. Exactly, po. Për mendimin tënd, si është mënyra e duhur për të përdorur rrjetet sociale? Mënyra e duhur, do të thoja që ta kesh gjithmonë fokusin te qëllimi, sepse është shumë e thjeshtë të humbasesh në atë content aq të madh i cili ndodhet atje dhe duke qenë se ka shumë varietet, mund të humbasesh jo vetveten tënde, por do të thoja ke dëshirën të provosh edhe diçka tjetër sepse duket e pëlqyeshme. Mënyra më e mirë, do të thoja mos provo asgjë, por do të thoja si një këshill edhe për të rinj, nuk është e nevojshme patjetër ti të provosh gjithçka. Një mendje zgjuar, di të dëgjoj dhe të reflektoj edhe madje duke parë. Kështu që patjetër eksperjenca është shumë e rëndësishme dhe ne kemi një shprehje që themi ti kalojmë vetë në kurriz, dhe ajo eksperjenca patjetër që të ndihmon dhe pa diskutim të lë gjurmë të tjera. Por vërtet, përse jo, mos i përdorim gjithë këto faktorë që kemi për të pasur sa më pak gjëra në kurriz, po sa më shumë mësime, do thoja unë. Shumë faleminderit Klea për këtë bisedë kaq të këndshme së bashku. Për ta bërë bisedën edhe më interesante, ne kemi zgjedhur disa lëra fan. Unë do t'jap 3 fjalë të thjeshta dhe ti do të zgjedhësh njërin prej tyre dhe më pas do e luash në violinë duke e përshkruar me një ndjenjë. Fjalët janë lumturi, liri dhe shpresë. A mund të bëj një mix ndërmjet dy fjalësh? Liri dhe shpresë do të ishte shumë e bukur. Besoj se kam melodinë perfekte. Presin. Shumë faleminderit Klea. Loja tjetër do të quhet fast choice, 30 sekonda. Unë do t'jap 2 opsione dhe ti duhet zgjedhësh njërin prej tyre pa u menduar gjatë. Okej. Energjike dhe aktive apo qetësi dhe meditim? Energji dhe aktive. Muzik live apo playlist në telefon? Muzik live. Inspirim nga të rinjt apo nga artistët e mëdhenj? Nga artistët e mëdhenj. Performancë solo apo bashkë në grup? Në grup. Stil klasik apo mix modern? Klasik patjetër.
Shumë faleminderit Klea që ishe pjesë e lërave tona. Ka ardhur momenti që ne kemi përgatitur një surprizë për Klean. Kush mendon se e ka bërë surprizën sot? Shiko, do të thënë të drejtën, nuk është se kemi shumë persona familjar që i kemi këtu në Kanada, kështu që duhet të më japësh një hint, a është nga Shqipëria apo është nga Kanadaja? Si mendon ti? Zgjedhje e vështirë. E ndjekim së bashku. Hello Motor, as këtu nuk të ndava, që në hapat e para gjithmonë kemi qenë bashkë dhe ashtu të jetë deri në vazhdim. Shpesh njerëzit mendonin se ishim binjake për shkak të diferencës së pakët në moshë dhe në një farë mënyre jemi ndjerë të tilla, sepse jo vetëm vitet, por të gjithë rrugtimin dhe emocionet ne kemi ndarë gjithmonë me njëra tjetrën. Ti ke qenë për herë busulla ime për të më udhëzuar dhe mençuria dhe visnikëria jote janë për mua burim frymëzimi dhe admirimi. Ti ke qenë gjithmonë nxënësja ekselente dhe për mua dhe motrën e vogël ke qenë shembulli i përkushtimit dhe i disiplinës. Dhe ardha jote në Kanada ishte një hap i madh, një fillim i ri me sfidat e veta dhe ti e përballove atë më së miri nëpërmjet vendosmërisë që ty të karakterizon. Përveç profesionit, ti akoma i dedikon kohë dhe ushqen pasionet e tua për violinën dhe moderimin, që është një dëshmi shumë e bukur se si mund të jesh njëkohësisht dhe një profesioniste e zonja, por dhe një artiste me zemër. Dhe pse ndonjëherë marrim disa kritika më shumë se ç'duhet nga ana jote, për mua dhe Ilseen ti je motivimi ymë më i madh dhe ajo që na bën të ecim përpara. Shumë nga ajo që ne jemi sot mban gjurmët e tua. Unë dua të të falenderoj pafund për gjithçka dhe duke qenë se ndodhemi dhe larg familjes dhe ti si motër e madhe më jep mundësinë që të kem përqafimin e munguar nga mami. Alicia. Zhani mira tjetrën. Klea, si ndihesh pas surprizës? Shumë emocionuar. Më shkoi pak në mendje, po Alicia zakonisht është një person që ka shumë në jetën e vet, edhe ka shumë intervista dhe po shikoja këto ditët e fundit ishte pak ndryshe. Tash me siguri një nga projektet e veta të radhës. Por nuk e prisja, ju falenderoj. Çfarë do të thotë të kesh një motër në jetë? Çfarë raporti keni ju mes njëra tjetrës? Ne jemi 3 motra faktikisht. Me Alician jemi Alicia është motra e vogël. Alicia është motra e dytë. Unë jam motra e madhe dhe kemi edhe një motër tjetër më të vogël, që quhet Ilsea. Kemi një raport shumë të ngushtë me njëra tjetrën, pavarësisht se mënyra se si ka ardhur jeta, unë dhe Alicia kemi qenë gjithmonë bashkë me njëra tjetrën, si në shkollë, kemi bërë të njëjtën shkollë fillore, kemi bërë të njëjtën në universitet, edhe në Kanada në qyllin që erdhëm pak a shumë të dyja në të njëjtën periudhë. A keni ndonjë mesazh që doni t'ia përcjellin motrës përmes emisionit tonë Qesh Rini? Ajo është një vajzë shumë e arrirë dhe e di që ka potencialin të arrijë edhe shumë më shumë. Do i thoja, mos e humb kurrë dritën rrezatuese që ty të përfaqëson. Emisioni tonë po i vjen fundi. Shumë faleminderit Klea që ishe sot me ne. Faleminderit e ju. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodin e radhës.